Momenti kur një person i maskuar me kapele dhe maskë ka qelluar pasagjerin i cili tashmë ka ndruar jetë. Pikërisht disa sekonda më pas shikojmë edhe largimin nga vendngjarja me shpejtësi të Toyotës, e cila është gjetur disa minuta më pas në fshatin Halil në fush Kruj e djegur plotësisht me 4 armë zjarri brenda saj. Eskorta e policisë, e cila kalon vetëm pak sekonda mbas ngjarjes, duke u këmbyer kështu në të njëjtën rrugë me atentatorët, pra me personat të cilët kryen vrasjen ditën e djeshme tek rreth rrotullimi i Rinasit në orën 14:20, duke krijuar panik mes qytetarëve, por gjithashtu edhe turistëve, duke cënuar në një farë mënyre sigurinë, duke qenë se të shtënat kanë depërtuar tepër te automjetin dhe madje kanë hyrë brenda ambienteve të një subjekti privat në afërsi të rreth rrotullimit. Këto janë vetëm disa sekonda pas të shtënave me Kalashnikov dhe atentatit ndaj punonësit të AMP-s dhe kraut të djathtë të Emiliano Shullazit, pra Danit, i cili ka humbur jetën ditën e djeshme pikërisht në vend ngjarje. Ndërkohë, pas atentatit, pas kësaj ngjarje të rëndë në Rinas, forcat të ndërhyrjes së shpejtë FNSH-s të Tiranës kanë zhvilluar kontrolle intensive në fushë Kruj. Operacioni, i cili ka nisur rreth orës 23 të mbrëmjes së djeshme, ka vjuar deri në orën 3 të mëngjesit dhe ka përfshirë 5 grupe të FNSH-s që kanë kontrolluar lokale, banesa edhe automjete të shumta. Gjatë kontrollit janë ndaluar disa persona për verifikime të mëtejshme, ndërkohë që duket se gjithçka ka mbetur nga makina e atentatorëve është Toyota e shkrumbuar, e cila është lëvizur ditën e sotme për ekspertizë të mëtejshme. Ndërkohë, Emiliano Shullazi nuk është paraqitur në gjyqin për dosjen e njohur si Revanshi, ku ai akuzohet nga SPAK për sigurimin e kushteve dhe mjeteve materiale për kryerje në një vrasje ndaj Durim Banit. Ditën e djeshme në Rinas është ekzekutuar miku i tij ngushtë i njohur si Krau i djathtë, pra Gilmando Dani, pikërisht në automjetin Mercedes, në automjetin e bardhë që po shikojmë në këto momente në këtë video publikuar vetëm ditën e sotme në mesditë, ku duket qartë se mbas të shtënave me Breshëri Kalashnikovit, një person ka zbritur nga Toyota dhe ka qelluar për dhënë goditjen fatale ndaj Danit, i cili ndodhej në kraun e pasagjerit, i cili ka humbur menjëherë jetën, por gjithashtu ka mbetur i plagosur edhe Muçi Shaljani Sheqeri, i cili ka mbetur i plagosur rënd pas atentatit regjistruar tek rreth rrotullimi i Rinasit, ku përpasoj ka humbur jetën pra edhe Gilmando Dani. Sheqeri rezulton se prej 3 muajsh ishte punonjës i AMP. AMP në reagimin zyrtar lidhur me ngjarjen ka nisur verifikimin e brendshëm të procedurave të ndjekura në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij. Mëtej bëhet me dije se është urdhëruar gjithashtu pezullimi i zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale të AMP-s. Nisur nga interesi i medias dhe ndjeshmëria e ngjarjes të ndodhur ditën e djeshme tek rreth rrotullimi pranë aeroportit Nën Tereza, ku rezulton i përfshirë edhe punonjësi i agjencisë mbikëqyrjes policore MSH, i cili ka mbetur i plagosur dhe po merr ndihmë mjekësore. AMP ka nisur menjëherë verifikimin e brendshëm të procedurave administrative të ndjekura, si edhe praktikën e plot me agjensitë përkatëse dhe policinë e shtetit në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij prej shtatorit 2025. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i agjencisë mbikëqyrjes policore, Eduard Merkaj, ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale të AMP-s deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në komunikimet në vijim do të bëhet me dije rezultatet e këtyre veprimeve, thuhet mëtej në reagimin zyrtar të